Qendrat shëndetësore verore janë përgatitur për sezonin turistik duke marrë në konsiderat fluksin e regjistruar gjatë vitit të kaluar. Për këtë arsye është parashikuar shtimi i burimeve njerëzore, ndërsa në dispozicion do të jenë dhe autoambulancat për përballimin e rasteve urgjente. Shefja e sektorit të kujdesit dhe shërbimit shëndetësor Majlinda Gjika konfirmon se ndërhyrjet kryesore janë përqendruar në qendrat shëndetësore të Himarës, Dhërmiut dhe Drimadhes, zonat të cilat shënuan fluksin më të lartë të pushuesve gjatë sezonit veror të kaluar. Sipas saj, vetëm gjatë vitit të kaluar, këto qendra kanë regjistruar një numër të konsiderueshëm vizitash nga turistë huaj dhe pushues vendas. Në kuadër të sezonit turistik veror 2026, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë ka vënë në dispozicion 10 pika verore, 10 qendra shëndetësore verore, të cilat kanë një shtrirje gjeografike për gjatë bregdetit të Vlorës. Këto qendra shëndetësore janë të vendosura gjatë bregdetit të Vlorës, shumë më afër vijës bregdetare dhe janë të aksesueshme nga turistët për çdo lloj shërbimi shëndetësor që do kenë nevojë. Duke filluar nga qendra shëndetësore e Zvërnecit, vazhdojmë me qendër verore të Plazhi i Vjetër, Radhim, Orikum, Palas, qendra shëndetësore verore Dhërmi, Himar, Qeparo, Drimadhe dhe Jal. Këto qendra shëndetësore verore kanë startuar shërbimin e tyre në 1 qershor 2026 dhe do ofrojë shërbim për 4 muaj rresht. Shërbimi i tyre do jetë 24 orë përveç qendrës shëndetësore verore të Zvërnecit, e cila do jetë me një shërbim 12 orash. Atëherë, këto qendra shëndetësore verore do të ofrojnë shërbim 29 mjek, vetëm qendra shëndetësore verore e Zvërnecit është me 2 mjek, duke qenë se dhe shërbimi është 12 orë, 2 mjek dhe 3 infermierë ofrojnë shërbim, ndërsa në qendrat e tjera shëndetësore verore do jenë 3 mjek dhe 3 ose 6 infermierë, sipas ngarkesës së punës. Kjo është bërë nisur nga ngarkesa e punës së viteve të kaluara, qendra shëndetësore verore Himarës dhe Drimadhe, duke qenë se ka pasur ngarkesë më të lartë pune, është shtuar burimet njerëzore me infermierë dhe me mjek. Gjithashtu, në këto qendra shëndetësore verore do jenë në dispozicion dhe autoambulancat, të cilat do të ofrojnë shërbim urgjence dhe transporti, kryesisht në Orikum, Himar dhe në Drimadhe. Në vitin e kaluar janë paraqitur 17.161 turistë, janë paraqitur pranë këtyre qendrave shëndetësore, të cilën kanë marrë shërbimet përkatëse sipas problematikave shëndetësore që kanë paraqitur. Nga këta kemi 13.517 janë turistë vendas shqiptar dhe 3.644 janë turistë huaj. Shërbimet kanë qenë të ndryshme sipas problematikave shëndetësore që kanë paraqitur, por kryesisht kanë dominuar sëmundjet e stinës verore, domethënë diaret, sëmundjet kardiovaskulare, ka pasur aksidente vaskulare, ka pasur aksidente nga mbytja e detit dhe kryesisht gastroenterite. Dhe pickimet, nuk kanë munguar dhe pickimet nga insekte të ndryshme. Shërbimi gjatë vitit të kaluar është realizuar me sukses, ka pasur disa të mbytur nga detit të cilët janë menaxhuar shumë mirë nga punojësit, nga stafi i qendrave shëndetësore, gjithashtu dhe aksidente vaskulare, duke qenë se këto qendra shëndetësore janë të pajisura me të gjitha pajisjet mjekësore, përfshi dhe defibrillatorin, EKG dhe defibrillatorin, gjë që i ka ndihmuar punonjësit mjekësor që të ofrojnë këtë shërbim të specializuar. Gjithashtu janë menaxhuar mjaft të mirë dhe aksidentet automobilistike, të cilat kanë qenë duke hushtuar dhe këto kanë pasur një ndihmë të parë nga shërbimi i qendrave verore dhe janë transportuar për mjekim të specializuar në spitalet rajonale. Ngarkesa e lartë që kanë pasur qendra shëndetësore verore vitin e kaluar ka pasur benefitet e veta, në të cilën kemi parë që kjo ngarkesë ka ulur ngarkesën spitalore. Këto qendra shëndetësore verore pritet të përballen me një fluks të lartë pacientësh edhe gjatë këtij sezoni veror. Në të gjithë vijën bregdetare nga Zvërneci deri në Qeparo do të jenë në funksion 10 qendra shëndetësore verore, të gatshme për të ofruar shërbim pushuesve dhe banorëve të zonës. Shumë prej projekt vendimeve në Këshillin Bashkiak të Vlorës miratohen me votat e këshilltarëve socialist. Atir Hoxha, këshilltar bashkiak nga radhët e opozitës,
thotë se kjo mënyrë e funksionimit të këtij këshilli nuk është as pak e duhur, pavarësisht se sipas Hoxhës brenda këshilltarëve bashkiak socialist ka figura të nderuara në qytet, urdhrat partijak bëjnë të vetën dhe këta këshilltar ngren kartonin jeshil për çdo projekt vendim, pavarësisht argumenteve ndryshe nga opozita. Hoxha shpreh besim plot se ka kohë ende për ndryshim. Sipas Hoxhës, ti është këshilltar bashkiak duhet të mbizotrojë interesi qytetarëve, ku pavarësisht partive politike që përfaqësojnë, duhet të mendojnë se si me anë të projekt vendimeve dhe ligjeve të miratuara të vinë në ndihmë qytetarëve. Projekt vendimet që vinë në Këshillin Bashkiak, Hoxha thotë se janë pa konsultim dhe shpeshherë prekin biznesin, duke parë këtë të fundit si një instrument që vetëm mund të vjelin të ardhura. Është për të ardhur keq, sepse unë mendoj që këshilltarët, midis këshilltarëve socialist, ka absolutisht burra dhe gra, vajza dhe djem, të cilët gëzojnë respektin tim personal si individ, por që e kam thënë edhe në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, çuditërisht në momentin që futemi brenda kësaj salle dhe ndizen kamerat, individët apo anëtarët e Këshillit Bashkiak që i përkasin kryesisht mazhorancës, ka një verbëri ndaj argumentave apo kundër argumentave që paraqiten nga opozita sa i përket disa projekt vendime, të cilët kërcasin që në momentin që ti i lexon, vinë shpeshherë aty për të ngritur vetëm kartonin. Ka pasur dhe unë i shikoj, ka dhe mosdakordsi duke mos marrë pjesë në mbledhje, pra bojkotim të mbledhjeve nga anëtarët e Këshillit Bashkiak që i përkasin mazhorancës, por kjo unë nuk mendoj që është një zgjidhje, mendoj që duke ardhur të gjithë në Këshillin Bashkiak, duke pasur një diskutim dhe duke prevaluar interesi publik dhe për qytetarët dhe taksapaguesit biznesin, unë mendoj që ne kemi mundësi edhe në këto po themi pak muaj që kanë ngelur nga ky mandat për mbylljes së këtij këshilli, për të bërë gjëra të mira për qytetarët. Është e rëndësishme që ne të shikojmë dhe të prevalojë tek këshilltarët bashkiak interesi publik ndaj qytetarëve, taksapaguesve dhe sidomos biznesit, i cili në këto muaj që po lëm pas ka pasur një vështirësi dhe që mendoj që janë sy e vesh për të parë ndaj ekzekutivit dhe Këshillit Bashkiak politika të cilat favorizojnë, ndihmojnë dhe shikojnë si partner biznesin dhe qytetarët dhe jo biznesin si një lop për ta miel dhe për të marrë sa më shumë të jetë mundur taksat dhe duke u sjellë me ta me arrogancë dhe duke i kërcënuar apo duke i intimiduar që ato që ekzekutivi, kryetarja e bashkisë, politikat e saj janë më të drejtat në favor apo të interesave të klientëve, të cilët qëndrojnë pranë kryetarit bashkisë, ekzekutivit apo dhe vetë Partisë Socialiste. Shpesh në Këshillin Bashkiak të Vlorës, këshilltarët e opozitës megjithëse ngrën argumente të drejta mbi projekt vendime të ndryshme që paraqiten për miratim, forca e kartonit nga mazhoranca i rrëzon, duke miratuar më pas me kartonin jeshil, thuajse çdo vendim që vjen i gatshëm në tryezë për diskutim. Mbrëmjen e së shtunës, në marinën e Orikumit u zhvillua eventi Yacht Club Albania, një nismë e re që synon të krijojë një komunitet të dedikuar pasionantëve të detit, lundrimit dhe turizmit elitar në Shqipëri. Joana Bogdani, një nga organizatorët, prezantoi Yacht Club Albania jo vetëm si një klub, por si një urlidhje mes individëve me interesa të përbashkëta, ku çdo antar do të ketë mundësinë të krijojë kontakte të reja, të shkëmbejë eksperienca dhe të bëhet pjesë e aktiviteteve të ndryshme sociale e turistike. Qëllimi është krijimi i një komuniteti ku secili gjen njerëz me të njëjtat pasione dhe interesa, duke e kthyer klubin në një burim të rëndësishëm networku dhe bashkëpunimi. Ata theksuan se nuk do të ketë një figurë qendrore apo hierarki tradicionale, pasi çdo pjesëmarrës do të ketë një të vlerë dhe rëndësi brenda komunitetit. Roma, dhe mirë se keni ardhur në Yacht Club Albania. Dua të bëj një pyetje. Si mendoni, në rëndësi ka rrugtimi apo destinacioni? Kush është për rrugtimin? Okej. Kush është për destinacionin? Okej. Kurse ne kemi dalë në një përfundim tjetër. Me rëndësi në jetë ka njerëzit me të cilët ne bëjmë këtë rrugtim. Imagjinojeni veten tani për një moment që jemi në mes të detit, në jat, duke shijuar rrezet e diellit, duke shijuar natyrën e mrekullueshme, duke shijuar edhe një punë shumë të mirë dhe rreth vetes keni njerëz që janë në të njëjtën energji si ju. A nuk është kjo një përvojë e mrekullueshme? Pikërisht për këtë arsye kemi krijuar Yacht Club Albania, miq, që do shërbejë si një komunitet ku secili prej nesh do gjej
në të njerëz si veten. Dhe Yacht Club do shërbesi një lëvizje midis argëtimit, ku do kemi aktivitete të ndryshme në det brenda Shqipërisë dhe jashtë saj, si dhe gjithashtu edhe disa aktivitete të tjera që do jenë ekskluzivisht vetëm për anëtarët e grupit, dhe nga ana tjetër do shërbesi një burim networku. Sepse ju e dini miq që networku i duhur, kontakti i duhur, ne zgjidh çdo problem ose hall në të qindën e sekondës vetëm në një telefonat. Për shembull, unë dua të hap një restorant dhe kam nevojë që të bëj arredimin më perfekt dhe di që Gazi MGV Group do ma zgjidhë këtë gjë në të qindën e sekondës, sepse Gazi e ka zbuluar dhe e ka me fakte që e ka këtë sukses. Dhe me që jemi të Gazi MGV Group, dua të bëj një duartërkitje dhe falënderim shumë të veçantë për të, sepse është personi i parë që sapo ja kam treguar këtë si projekt, më ka thënë Joana a jem unë dhe le ta çojmë bashkë këtë projekt dhe antarët kështu dua që ta shohin pjesën e komunitetit. Klubi nuk do ketë dikë në krye, por do jemi secili ne dhe secili do shtojë dhe do marrë vlerë. Thank you. Gjatë mbrëmjes u prezantua gjithashtu Libura Yacht. Dua që të bëj një falënderim shumë special për të gjithë sponsorat tanë. Libuna Yacht. E keni dëgjuar për Libunën? Okej. Po shumë shpejt do dëgjoni akoma edhe më shumë, sepse është brandi i parë shqiptar që do ta bëj krenar jo vetëm në Shqipëri, por edhe ndaj botën. Dhe Libuna vetëm sot, për antarin e parë që rezervon, ofron 20% zbritje. I cilësuar nga organizatorë si Yacht i parë që synon të lërgjurmë në historinë e këtij komuniteti dhe të aktiviteteve të tij në të ardhmen. Yacht Club Albania parashikon organizimin e eksplorimeve detare, eventeve sociale, aktiviteteve turistike dhe nismave të tjera që do të promovojnë bregdetin shqiptar dhe jetën detare. Mbrëmja u shoqërua me surpriza për të ftuarit, ndërsa nuk mungon as shortet me dhurata, ku 3 pjesëmarrës u shpallën fitues dhe morën çmime simbolike nga organizatorët. Vjen shumë mirë për iniciativën e Joanës edhe për këtë Yacht Club. Unë do jem një ndër kliente sepse shpesh organizojmë aktivitete të tilla me skuadrën dhe më vjen shumë mirë që më në fund kam një person të cilin të drejtohem në Shqipëri për këtë lloj aktivitetesh. Në Shqipëri po, është e parë. Jam shumë e lumtur që Shqipëria po avancon dhe po zhvillohesh dita ditës në standardet europiane dhe në aktivitetet të cilat kemi mundësi që të bëjmë networking dhe të jemi në një tjetër lloj niveli dhe eksperiencash dhe mishënie ndoshta. Jam shumë e lumtur që shqiptarët më në fund po kuptojnë që afërdetet afër mbretit dhe më vjen shumë mirë që kemi këtë lloj aktivitetesh ku do mund të marrim pjesë edhe të jemi në këtë lloj organizimesh. Është super event, është një mundësi shumë e bukur, sidomos edhe për bashkëpunimin midis bizneseve, çuna që kanë kompaninë e transportit gjithashtu, edhe shumë sukses te Yacht Club Albania. Është një natë magjike, më bët shumë qefi që Shqipëria zhvillohet kaq shpejt, se unë vija shtetit, më pëlqen shumë. Edhe wow! Unë kam jetuar në Amerikë edhe në Greqi. Po, është era e parë edhe që këtë edhe tutje do ta bëjmë më shpesh, patjetër. Atmosfera festive, muzika dhe prezantimi i projekteve të ardhshme e kthyen eventin në një nga aktivitetet më të veçanta të fundjavës në Marinën e Orikumit. Personat me aftësi të kufizuar para dhe tetraplegjik janë të përjashtuar nga drejta legjitime e votës. Hysén Muhameti, kryetari i shoqatës personave me aftësi të kufizuar në Vlorë, thotë se kjo drejtë ligjore mohohet si rrjedhoi mungesës së përshtatshmërisë së qendrave të votimit. Sipas Muhametit, megjithëse nuk kushtojnë shumë në qendrat e votimit, mungojnë rampat dhe për këtë arsye kjo kategori nuk hyn dot në brendësi të tyre. Zhgënjimi ndër vite se qendrat e votimit do të përshtaten për persona me aftësi të kufizuar ka bërë që invalidet ndër vite të marrin pjesë minimalisht në votime. Ne kemi folur për përshtatshmërinë në vazhdimsi, kemi në 20 vjet që flasim, por është e njëjta gjë, e njëjta situatë. E kam thënë, ato nuk kanë ndonjë kosto, sikur dhe me drast të bëheshin provizore,
në momentin që person me aftësi të kufizuar vetë voton, por edhe këtë herën e fundit që kishin vendosur në vende të ndryshme dhe jo të përshtatshme për të akomoduar një person me aftësi të kufizuar të vejtë voton vetë. Hysen Muhameti, kryetari i shoqatës së invalidëve në Vlorë, thotë se kjo kategori personash nuk përdor dot as transportin urban në qytet. Megjithëse flitet për investime në këtë drejtim, Muhameti pohon se në autobusët e linjave të qytetit mungojnë rampat, duke bërë që personat me aftësi të kufizuar mos të hipin dot në to. Problem sipas tij janë dhe makinat që parkohen përpara hyrjeve të pallatit apo në vendet ku mund të ngjiten në trotuar invalidët, duke penguar dhe kalimin e tyre. Po, fushatat elektorale ne i dim se sa rëndësi kanë për momentin, po pasandaj çdo gjë kalon normalitet edhe kaq. Nuk shpresojmë, jo. Në qoftë se të shikojmë në zgjedhjet e fundit, nuk kanë votuar personë me aftësi të kufizuar. Në krahasim me zgjedhjet, sepse janë të zhgënjur nga infrastruktura që flasin. Për një rampë, ai duhet të mbledhin 4 veta për ta ngritur për ta çuar tek apo. Kështu që nuk mendoj dhe nuk kemi të drejtë të flasim, se flasim gjithmonë të njëjta gjëra, po folën gjithmonë të njëjta gjëra, nuk kanë vlerë më. Në zgjedhjet e pjesme të 9 nëntorit, të cilat u zhvilluan për Bashkinë e Vlorës pas dorëheqjes së Ermal Dredhës, nga 400 persona me aftësi të kufizuar, kanë votuar vetëm 2 të tillë. Punat kanë mbritur mbrëmjen e së shtunës në sallën operative të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës në numrin 129 për një lëndë të dyshuar plase poshtë një automjeti Mitsubishi. Sipas informacioneve nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, ka qenë vetë pronari i automjetit ai që ka lajmëruar sallën operative pasi ka konstatuar poshtë automjetit të tij diçka të dyshimt. Është vendosur perimetri i sigurisë në të dyja krahet e bllokut të pallatit, ndërkohë që perimetri i sigurisë do të qëndrojë deri në ardhmjen e forcës inxhiniere për të vlerësuar situatën nëse ka të bëjë me një lëndë plase apo është diçka e dyshimt. Një telefonat në sallën operative të policisë së Vlorës ka ngritur alarmin në policinë e Vlorës gjatë mbrëmjes së të shtunës në lagjen 24 maj. Sipas informacioneve të para, pronari i një automjeti tip Mitsubishi ka njoftuar policinë në numrin 129 pasi dyshonte se poshtë mjetit të tij ishte vendosur lëndë plase. Menjëherë pas sinjalizimit në vendngjarje kanë ngritur edhe shërbimet e policisë, të cilat kanë vendosur perimetrin e sigurisë dhe kanë kryer kontrolle të imtësishme. Pas verifikimeve të kryera, nuk është konstatuar asnjë lëndë plase apo objekti dyshim poshtë automjetit në fjalë. Megjithatë, për verifikime të mëtejshme, automjeti është transportuar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës. Sipas dëshmisë së dhënë në polici nga pronari i mjetit, ai ka deklaruar se rreth 5 vite më parë ka pasur një konflikt me disa shtetas italian dhe se gjatë ditës së shtunë ishte ndjerë i friksuar duke dyshuar se mund të ishte ndjekur. Policia po verifikon të gjitha deklarimet e shtetasit në fjalë, ndërsa vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Finalizohet operacioni policor i koduar shëtitësi zbardhje një sër vjedhjesh dhe vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e disa rasteve të tjera. Vite në banesa, dyqane, markete dhe objekte kulti në territorin e Bashkisë Simar. Identifikohet dhe kapet në pranga një 37 vjeçar nga Kruja. Vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve, zbardhjen e atyre të ndodhura më parë dhe identifikimin e kapjen e autorëve, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Simar, pas një pune intensive hetimore, grumbullimit të provave, administrimit të pamjeve filmike dhe kryerjes së veprimeve të shumta proceduriale në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, në kuadër të operacionit policor të koduar shëtitësi bën të mundur identifikimin, kapjen dhe ndalimin e shtetasit 37 vjeçar banues në Fushkruj. Ky shtetas dyshohet si autori i vjedhjeve të ndodhura gjatë periudhës janar-qershor 2026 në zona Dërmi, Qeparo, Kuç dhe Imar. Nga hetimet ka rezultuar se ai ka vjedhur në banesa, dyqane, markete dhe objekte kulti shumë aparazh dhe sende me vlerë në këtë zona të Bashkisë Simar. Në bashkëpunim me prokurorin vijojnë hetimet intensive për dokumentimin ligjor dhe të disa vjedhjeve të tjera të kryera gjatë kësaj periudhe, për të cilat 37 vjeçari dyshohet si autor. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.
Duke nisur nga muaji maj, muzet do të funksionojnë me 2 fasha orare dhe do të qëndrojnë të hapur edhe gjatë fundjavës, të shtunën dhe të dielën. Përgjegjësi i muzeve dhe historiani Skënder Spaiu konfirmon se ky ndryshim vjen në kuadër të sezonit turistik. Ai shprehet se muzet do të qëndrojnë të hapur edhe përtej orarit të përcaktuar në rast se ka vizitor, ndërsa thekson se zgjatja e orarit është ndikuar edhe nga rritja e numrit të vizitorëve të regjistruar. Po, muzeu po bën gati që na fillimi i muajit, gati 3 javë që ka filluar me 2 fasha orare. Muzet janë të hapur të shtunave të dielave, nuk kanë asnjë ditë pushim dhe mbas ditëve mbas orës 17 deri në orën 19 dhe më mbrapa, nëse ka vizitor, atë muzet janë të hapur, presin dhe përcjellin vizitor. Ne kemi një rritje të numrit të vizitorëve kryesisht të vendeve të Evropës, Evropës lindore, Evropës perëndimore dhe vendeve të ndryshme nga kontinentet të tjera, sidomos nga Amerika Latine apo nga Azia juglindore, të cilët janë bërë pjesë e vizitave të muzeut, ku shohin atë element të historisë, të zhvillimit tonë social dhe ekonomik dhe mëtej politik, të hapave që kanë hedhur shoqëria shqiptare në këtë rrugë deri në këtë që ne jemi sot. Këto fasha orare se sferin deri në çfarë periudhë do të qenë? Spaiu konfirmon se këto fasha orare do të jenë në fuqi deri në datë 15 shtator. Ai shton se edhe në periudha të tjera të vitit është punuar me orare të përshtatura për të ardhur në ndihmë vizitorëve. Sipas Spaiut, pjesa më e madhe e vizitorëve janë të huaj, ndërsa interesi i tyre mbetet i përqendruar te mënyra e jetesës së banorëve ndër vite, si dhe te veshjet karakteristike tradicionale. Deri në 15 shtator, deri në javën e 2 të muajit shtator, të mbyllet tash quajtur sezon turistik, por neve nuk e kemi atë ndarjen sezon turistik apo me orar me 2 fasha vetëm në verë, por edhe në gjatë muajve të tjerë të vitit, ne kemi një turizëm dhe një orar gjithvjetor për të pritur dhe për të përcjellë vizitorë që vizitojnë Vlorën dhe jo më gjerë. Rëndësishmja të huajve është të njohin kush kemi qenë, të njohin se si kemi kaluar ato etapat historike, njohin historinë tonë gjatë viteve mbas luftës së dytë botërore deri në vitet 90. Ndryshimet e mëdha që ka pasur vendi ynë mbas viteve 90 deri në ditët e sotme, nga një vend që njerëzit largoheshin, emigronin, ne presim emigrant. Kemi ato elemente të traditës tonë, të hershmërisë tonë, të mënyrës së jetesës, të veshjeve karakteristike tona popullore, të gjithë krajinave etnokulturore të Vlorës, apo dhe më gjerë, nëpërmjet elementeve që ka Muzeu Etnografik i qytetit të Vlorës, që e dëshmojnë për një zhvillim me hapa të shpejtë të vendit tonë, por dhe të mënyrës sonë të jetesës dhe ndryshimeve që ka pasur zhvillimi ekonomik në jetën tonë sociale. Sezoni turistik dhe këtë vit pritet të shënojë rritje të numrit të turistëve që vizitojnë muzet, duke sjellë si pasojë ndryshimin e fashave orare dhe funksionimin e tyre edhe gjatë ditëve të fundjavës. Romani Jam Mysliman i shkrimtarit dhe publicistit Ben Blushi promovuar në Vlorë në praninë e dashamirësve të letërsisë, përfaqësuesve të pushtetit vendor, intelektualëve si dhe deputetëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të Qarkut të Vlorës. Që jeni këtu sepse është shumë kënaqësi të shohësh njerëz që e dashurojnë librin ose që janë kurioz për identitetin e vet. Mendoj. Kemi qenë një popull musliman. Ose shumica e popullit nuk kanë qenë musliman. Pse u bë musliman? Sepse u pushtuan. Pra erdhi një perandoria turke në këtë rast, na pushtojnë në shekullin e 15, na mbajnë pushtuar 5 shekuj, shkatroi si thosh lidhjen tonë me Evropën, e shkatroi komplet, e preu me gëshër të ashpër ushtarake, politike, kulturore, fetare, e preu, dhe ne humbëm 5 shekuj. Humbëm 5 shekuj dhe për 5 shekuj tonë ka qenë errësirë. Njerëzit që lexojnë histori, ka shumë burra këtu e gra që lexojnë histori, besoj, më shumë se unë. E din që kur vdi Skënderbeu, deri nga shekulli 18-19, kur filloi rrymja ankombëtare, janë 3 shekuj bosh. Bosh, historia është zezez. Unë për shembull tani jam duke shkruar një libër për historinë e Tiranës, e kam mbaruar, e botoj në tetor, edhe kam gërmuar shumë për të kuptuar çka ka ndodhur nga shekulli 15 deri në shekullin 18. Nuk ka asgjë. Është bosh. Se to që do ta lanë shkruaj. Derisa vdi Skënderbeu ne shkruajmë në shqip. Buzuku, Bogdani, ta ishin ca pritri që shkojnë në Shqip. Dhe që do ishin pushtuar, do vazhdojnë të shkojnë në Shqip ata. Do bënin shkolla në Shqip. Edhe turqit i hoqën të gjitha. 4 shekuj ne nuk shkojmë. I vetëm popull në Ballkan pa gjuhën e vet. Pse? Ne hoqëm pra, na pushtuan. Dhe me që na pushtuan për na çuar deri në fund, na detyruan bëhemi dhe musliman. Pse po e them këtë? Kjo është fakt historik, nuk kemi se si e ndryshojmë sot. Po e them për treguar se edhe ky personazhi, në fund fare, u bë musliman në kushtet terrori. I pak e terrorizuar nga gruaja, pak nga ato komshirë vet që ishin islamik, u kthye edhe ky. Pra si thosh, bëj biseda për këtë libër. Se kjo është një pjesë
në mënyrë simbolike nga historia jonë. Kjo është historia jonë që na pëlqen, s'na pëlqen. Disa e pranojnë, disa s'e pranojnë. Ne u pushtuam 5 shekuj edhe ndrum fen me dhunë. Po. Ky është thelbi. Po, patjetër. Aktiviteti u shoqërua në diskutime të shumta rreth veprës e cila që ngadalë janë tre kanë ngjallur interes dhe debate për tematikën që trajton. Të pranishmit shfrytzuan rastin për të bashkëbiseduar me autorin dhe për të ngritur pyetje mbi mesazhet që përcjell romani Jam Mysliman. Në intervistën e tij për Blu Televizion, Ben Blushi sqaroi se romani Jam Mysliman nuk është një libër kundër fesë, por një vepër që trajton fenomenin e radikalizmit dhe pasojat që ai sjell në shoqëri. Vlorë që zgjedhur sërish Vlorën për të promovuar një nga botimet e tjera që sjell Ben Blushi si shkrimtar. Ishte kënaqësi që para një bisedë shumë të gjallë dhe interesante me shumë qytetarë të Vlorës, me lexues, me njerëz që konsumojnë letërsi. Natyrisht në këtë rast biseda shkon në përfunde të tjera, siç është për historia apo fet, raporti i Shqipërisë edhe shqiptarë me fet. Po në fund fare libri është letërsi, pra nuk është një libër historik, as një dokument, as një trakt, është thjesht një letërsi, kështu që shpresoj që qytetarët e Vlorës ta pëlqejnë edhe kënaqësi për mua, sa herë vi në Vlorë. Mesazhi që përcjell Mysliman me pak fjalë. Libri që pretendova sot në Vlorë, Jam Mysliman, është një libër kundër ekstremizmit fetar. Ekstremizmi i dëmshëm çdo rast, qoftë fetar, politik, kulturor, nacionalist, por në këtë rast ky libër merr me ekstremizmin fetar dhe shpresoj që i tregon njerëzve se pse ekstremizmi fetar është i dëmshëm dhe cënon shoqërinë tonë, bashkëqytetën tonë. Sipas autorit, romani synon të nxjisë reflektim dhe debat mbi sfidat e bashkëjetesës, tolerancës dhe lirisë së individit. Promovimi në Vlorë u zhvillua në një atmosferë plot interes, duke kthyer takimin në një forum diskutimi mes autorit dhe të pranishëve, jo vetëm për letërsi, por edhe për çështje të tjera të cilat prekin shoqërinë moderne. Në fund, publicisti Ben Blushi firmosi edhe kopje të librit dhe u fotografua me lexuesit e pranishëm duke përcjellë me ta edhe diskutime rreth botimit të këtij romani.